Ky është flesh informativ i orës 13 këtu në radio stacionin online. Përmes një letre, familja e Ilir Hoxhës e quan arrestimin e djalit të tyre Ermal Hoxhës, vash dhe përsekutimit që i bëhet familjes së tij pasardhëse të diktatorit komunist Enver Hoxha. Në një letër që është dërguar sot për radhë redaksive të mediave, familja Hoxha mohon që Ermali të jetë arrestuar me drogë dhe një shumë të madhe parash me një makinë Forestrat të zezë në afërsitë e Elbasanit. Sipas familjes, Ermali ndodhej në Durrës në shtëpinë e prindërve të gruas së tij. Një aksident me pasojë një të vdekur ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Vaui Dejës Koman. Automjeti me drejtues shtetasin Mark Koçeku ka dalë nga rruga duke përfunduar në ujërat e liçenit të Vaut të Dejës. Për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i automjetit, 57 vjeç, i cili udhëtonte i vetëm për në drejtim të Komanit. Përfaqësues të dhomës amerikane të tregtisë kanë kërkuar edhe një herë qeverisë të heqë çmimet e referencës për shtete me të cilat faturat janë lehtësisht të verifikueshme, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja apo vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që drejtoreshja e doganave tha se për të ndihmuar në investimet në sektor të ndryshëm të ekonomisë, është rritur numri i makinerive e pajisjeve të përjashtuara nga TVSH-ja. Referuar shqetësimit të bizneseve mbi akcizën e rimbursueshme, Spiropali tha se janë likuiduar të gjitha rastet e paraqitura pranë doganës shqiptare. Lëvizja vetëvendosje ka reaguar me tone të ashpra ndaj vizitës së kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë, duke thënë se përveç se nuk kërkoi leje, akuzoi shqiptarët se nuk lejojnë serbët të jetojnë në Kosovë. Sipas vetëvendosjes, vizita e Vučić në Kosovë është vetëm simbolike e mosnjohjes së saj nga Serbia dhe luftës së saj të pandalur për gjymtimin e Kosovës si shtet. Partia opozitare e Kosovës shton më tej se Vučić vjen si vizitor në lokalitetin e Pastianit, ndërkohë që qeveria e tij nuk lejon ngërmimet në varrezat e Rashkës, ku ndodhen trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Dëgjuat flesh informativ të orës 13 këtu në radio stacionin online.